Unë si që keni marrë vesh ju kam denoncu këtu para jush në mënyrë të përsëritur përpjekjet e jashtëzakonshme të Edi Rams, presionet e turpshme ndaj vëzhguesve për të ndryshuar qëndrimin. Unë besoj se ato presione nuk do kenë efekt dhe kam besim në integritetin e vëzhguesve ndërkombëtar. Ne i kemi dërguar të 3 delegacioneve, si të Odirit, ashtu dhe të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Europës, materialet online, non-stop, në mënyrë të vazhdueshme. Pra, ka 2 përpjekje të mëdha, ka një përpjekje të qeverisë e cila me kërcënime, me shantazhe u thoshte ku i keni faktet, që keni shkruar këto, ato, dhe ka një përpjekje tonën për të bërë transparencën me fakte dokumenta. Kjo është zhvillimi.